Ndodhemi në qytetin e gurë të Gjirokastrës, pranë qafës së pazarit, aty ku vazhdon të jetoj një traditë e rrallë nga artizania Buqemuka, e njohur si qëndestarja që ende ruan me përkushtim dhe pasion artin e qëndisjes me dorë, atë të kostumeve popullore, nga të gjitha trevat dhe krahinat shqiptare. Me durim, përkushtim dhe dashuri për traditën, ajo mban gjallë një trashëgimi të vyer kulturore. Përshëndetje zonja Buqe. Mund të na thoni si lindi pasioni juaj për qëndisjen me dorë? Përshëndetje dhe mirë se keni ardhur. Si çdo vajzë shqiptare, fillimet i ka në familje, nga nëna e vet. Më pas dëshira për të punuar veshin këto qëndismat në përgjithësi, kanë ardhur gradualisht duke u rritur. Kam bërë modele të ndryshme qëndisje. Fillimet e mia kanë qenë disa qendra të vogla që përdoreshin mbi kokat e divanëve të shtëpisë, diçka zbukuruese për shtëpinë, si të thuash. Me kalimin e kohës pastaj u bë domosdoshmëri kjo pjesa e punës së dorës, duke qenë që unë i linda fëmijët herët dhe nuk kisha mundësi që të veja në një punë sepse duhet kujdesesha për fëmijët, atëherë fillova të bëja punime dore të ndryshme, me porosi, më tepër për tregun jashtë, në një farë mënyrë për të sjellë të ardhura në familje. Ishte si domosdoshmëri, po njëkohësisht duhet ta kesh dhe pasion që se domosdoshmëri mund të zgjidhja të bëja çanta apo të bëja diçka tjetër, po kjo ishte gradualisht, edhe pasion, edhe e nevojshme për të punuar kjo pjesë. Kush ju mësoi zanatin e qëndisjes? Fillimet thash në shtëpi tek nëna. Kuptohet, ajo na improvizonte dhe na impononte në një farë mënyre që ne duhet të merresh. Po pra, sepse ajo thoshte një vajzë duhet i di të gjitha, duhet të lajë, të gatuaj, thoshte të qëndisi, të qepi, të mirëmbaj, sepse atëherë kështu ishte, nëse tani gjen çdo gjë gati, atëherë një grua, një nikoqire duhet i bënte të gjitha vet. Dhe kështu ka filluar, dhe pastaj pasioni. Kuptohet. Mund të na thoni cilat janë kostumet popullore që ju qëndisni më shpesh? Pjesa e kostumeve ka filluar, në qoftë se për qëndisjen fola për moshën, flasim që në fëmijëri, rinia, me kalimin e kohës, duke arreduar shtëpi karakteristike, hotele, bujtina, me perde, mbulesa, të gjitha këto. Më pas këtyre fillova të zotëroja një teknik të bijuterive, makrame, ishte një teknik e huaj për vendin tonë, por që turistët e huaj e njihnin shumë mirë dhe e vlerësonin kur vinin këtu. Në pandemi dihet që u mbyllën çdo gjë. Këtë produkt që unë sillja krahas dhe centrove dhe mbulesave dhe gjëra të vogla që kishim në dyqanin në krahun tjetër të rrugës, nuk e blinte më njeri, nuk e shfrytëzonte më njeri, nuk e kërkonte më njeri. Edhe
ju kthyem traditës. Me një fjalë, ajo periudha e pandemisë e pati një gjë të bukur sepse na mblodhi edhe i hodhëm sy te tradita. Duke u fokusuar te centro, Gjergjef, gjërat vogla të bukura. Aty vendosëm me torin, duke pirë kështu, unë e them gjithmonë sa herë që bie muhabeti, duke pirë kafen e mëngjesit në dyqan, sepse ne vërtet u mbyllëm, po rutinën e kishim, vinim dyqan, hapnim punën, kishte apo s'kishte punë, e kalonim ditën, vinte fundi ditës, mbylleshim prap, edhe menduam, përse të mos një ditë se shpresonim që ajo do kalonte, turisti do kthehej prap, dhe pse të mos ta prisnim të veshur me veshjen tradicionale një ditë të saktuar. Turisti kuptohet që do shikonte krahas kulinarisë, të gjitha pamjeve të bukura që ne kemi këtu, edhe veshjen tradicionale. Drejtohem diku, e porosit si veshje, mu vonua, edhe them, pse të mos ta mësoj ta qëndis vetë kostumin tim. Por edhe këtu është e çuditshme, nuk i kërkova unë zonjës që të thoja do më mësosh të qëndis, po ishte tori që thot, po sikur të vita mësoj kjo ta qëndisi vetë. Sepse deri në atë kohë unë shkruaja veshjen tradicionale si të thuash si këto veprat e artit, si pikturat, që jo të gjithë janë të zotut të bëjnë një pikturë apo të bëjnë. Dhe unë shkruaja veshjen tradicionale si diçka shumë të lartë dhe jo të arritshme lehtë. Kur futa të shikoja, të qëndisja, të jelekun që unë doja për veten time, ishte një dritare tjetër, një botë tjetër, që ishte çuditshme pse nuk e kishim prekur më parë. Veshje tradicionale të shumëllojshme. Ai sa mendon ti se, shiko, i arrita, e bëra njërë, mbaroj, e s'do ke tjetër. Jo, atëherë ti fillon dhe zbulon diçka tjetër të veshja tradicionale. Kemi kaq shumë element, kaq shumë gjëra të bukura të veshjes tradicionale, që unë mund të them janë shpërfaqur si puna e icebergut, 1/3. Pjesa tjetër pastaj është e mbuluar. Duhet të futesh në këtë botë, dhe të shikosh edhe të zbulosh të gjitha këto. E bukur. Sa kohë ju duhet për të përfunduar një kostum popullor? Tani në varësi të modelit. Fokusi jonë është kryesisht në Tepelen, Përmet, edhe këtu Gjirokastër, Jugu në përgjithësi. Duke qenë që ne unë vetë jam përmetare, martuar në Tepelen dhe jetojmë këtu. Edhe i kemi prekur si të thuash të gjitha këto zona, këto kultura, tamam. Sepse vërtet jemi në pjesa e Jugut kemi shumë ngjashmëri, shumë. Nuk mund të ndash me thik që kjo është kjo dhe kjo është kjo, këteja. Nuk ka. Por janë disa element që bëjnë diferencën, qoftë edhe fshati me fshat, jo vetëm rrethi me rreth. Labëria ka ngjyrat, ka shumë ngjyra, ka blun, ka të kuqe, të bardhë, të zezë, pjesa aristokrate, pastaj si të thua shtresat e larta, se dhe atëre kanë qenë të ndara, veshja e përcaktonte dhe diferencën e shtresave shoqërore. Në qoftë se labi kishte atë sharkun, apo çobani kishte atë sharkun edhe një jelek me gajtan të zi, fisniku kishte të derdhur ar, dhe dikur ka qenë flori vërtet, kurse tani janë imitime fiesh, floriri. Dhe këtu dua të them që një veshje nga tjetra ndryshon, qoftë në strukturë, qoftë dhe në kohën e përgatitjes. Dhe nuk ka një kohë të caktuar. Mua më është dashur për shembull, nëse do ta nxjerr një model për herë të parë, më merr dhe 1 muaj gjysmë dhe 2 muaj kohë dhe 3 muaj kohë, kur është për herë të parë. Se herës tjetër pastaj ti e ke rrugën e shtruar dhe fillon edhe e punon. Por çdo model ndryshon nga tjetri. Të ralla mund të jenë ato veshje që mund të zgjasin dhe 1 vit, por jo më shumë. Jo më shumë. Nuk ka të prerë me thik, faktikisht, një model me një model. Çfarë bën të veçantë qëndisjen me dorë me atë me makinë? Ne jemi futur me studim veshjes tradicionale. Siç të thash, e nisa për shefin tim për të bërë një veshje dhe më pas unë beta në këtë botë, duke kërkuar, duke u lumtuar, duke studiuar këto librat, studimet që ka lënë etnografët, Instituti i Antropologjisë. Kemi pafund libra dhe studime të bëra nga anë e tyre, sepse ata kanë pas fatin e mirë që ti shikojnë në terren, kanë dalë në terren dhe kanë parë, kanë studiuar. Kurse ne tani shikojmë nëpërmjet librave, nëpërmjet fotografive shumë të vjetra dhe kanë ato vështirësitë e tyre për tu si të thuash, për tu zbërthyer si element, si veshje. Për tu kuptuar, po, e sakt. Ka të rinj që duan ta mësojnë këtë profesion ose këtë zanat?
Tani kjo pjesa e të rinjve është thik me dy presa. Ne gjithmonë ankohemi që brezi i ri nuk do të punoj, brezi i ri nuk do të afrohet, gjithmonë e pasojmë topin e fajit, si të thuash, tek brezi i ri. Po unë kam kuptuar në kaq vite, se i thom gati 6 vjet që u merrem me veshjen tradicionale, kam kuptuar diçka që brezi i ri bën atë që i ofrojnë. Nuk ja ka ofruar kush veshjen tradicionale. Edhe dikur ka qenë ekonomia shtëpiake që ne mësonim të qepnim të qëndisnim, tani nuk e ke në shkolla. Tani ka filluar kjo art dezeje, mësuesit me forcat e tyre përpiqen të paktën me ato që kam komunikuar në për shkolla, sepse gjatë tyre viteve ne jemi ofruar free në shkolla. Kur them free, të gjitha aksesor shpenzime çfarë duhen, qoftë edhe një bidon ujë e kemi çuar vetë në për shkolla dhe jemi përpjekur që të mësojmë fëmijët për ta trashëguar. Po. Dhe ata kanë një interes të papar. Dhe aty kam kuptuar që është e kotë që ne fajsojmë brezin e ri. Një shembull mund të jap në përmet te QKF-ja e tyre, vjet, në mos gaboj, beharin më përpara, në 2024, vem për një periudhë 3 mujore. Venim një herë në javë, çdo të premte, do venim në mblidheshim me fëmijët atje, dhe atje kishte fëmijë të talentuar, jo vajza, po dhe djem. Dhe rrinë të shikojnë, aty duket dhe dëshira e fëmijës, se kur je ti duke folur për veshjen tradicionale, rritet shikon në sy. Kishte interes. Po pra, aty duket interesi, ai rritet shikon në sy. Ka pas raste që jemi ulur disa me kesha në tavolinë, që kemi një ide për të ngritur një qendër, siç punoj unë këtu të punojmë dhe në Libohov, dhe ka pas vajzat me vete, vajzat e reja, 17, 22 maksimumi, dhe duke më dëgjuar që unë flisja për veshjen dhe për gjitha, i kanë lënë telefonat mbi tavolinë dhe rrinë të shikojnë në sy. Atëherë kjo të thotë që ata duan, por nuk e marrin sepse ajo çalon që në shkollë. E kuptoj. Që në familje nuk ka sot mamaj që na imponojnë siç na impononin ne përpara mamat, sepse nuk bëjmë vetë. Nëse ato do bëjmë vetë punimet e dorës, edhe vajza siç kemi bërë dhe ne. Se mama ja thoshte që shiko, këtë duhet ta bësh. Jepte një model, ti duhet ta bësh këtë. Por ama fëmia bën atë që shikon, nuk bën atë që i thua ti. Ti thuaj tërtit është bëj këtë. Po nuk të pa ty duke punuar, duke bërë. Kështu që unë them se brezit të ri i bien pak me qaf, i bien pak hakës. Mund të na thoni, cila është pjesa më e vështirë e një procesi që ju keni në dorë ose? Faza më e vështirë e ndërtimit të një veshje kur e kemi për herë të parë të re, është pak tek prerja, tek skicimi i duhur, sepse nuk janë prerë siç priten tani. Tani për shembull marrin i bëjnë me shablone direkt, jo. Ato kanë një prerje shumë të veçantë, jo të avancuar. Në 2022 kam qenë pjesë e restauratorëve të Muzeut Etnografik këtu. Dhe deri në atë kohë unë mendoja se ajo që unë po bëja, veshja tradicionale që unë kisha mësuar deri në atë kohë, isha në rrugën e duhur. Në momentin kur atje i merr veshjet e vjetra, i hap, i shikon, i studion, je krejt gabim. Dhe unë e them gjithmonë që kur jam futur atje, ajo pjesa e restaurimeve është mësimi më i mirë. Dhe aty kupton që prerja është ndryshe, ndoshta ata dhe nga halli mund ta kenë bërë atë lloj prerje, se atëre këto tellharot e mëdha kanë qenë maksimumi 60 cm të zgjahut. Një cop maksimumi 60 dhe asaj 60 cm ti do t'i vije vërdall që të sillje një prerje si punet si bunit këtu, që sot nga cepi këtej në cepin tjetër kjo është gati 3 metra. Imagjino në 60 pont se si do ta sillte prerjen. Mirë, po ato kanë një prerje shumë të bukur sepse e tregojnë sa do e shëndosh ti jetë gruaja, prerja e bukur e tregonte elegante. Dhe është pak vështirë kjo pjesa, jo se nuk jemi të aftë që ne ta skicojmë dhe ta nxjerrim një model, por duhet të ruajmë atë prerjen origjinale, se nëse kemi mungesë të materialit, për shembull shajaku nuk prodhohet më. Kemi mungesa të disa materialeve të tjera, disa temina, ruaza që nuk janë si atëherë, tani kanë shkëlqim, fijet kanë shkëlqim, po të paktën ti ruaj prerjen, ruaj modelin origjinal me ato materiale që gjen sot në treg. Se s'mund ta deformojmë edhe prerjen fare. Po i hoqëm prerjen, i hoqëm dhe modelin, atëherë ne kemi stilizime,
nuk kemi riprodhime të veshjes origjinale. Të paktën misioni ynë këtu në punishten tonë ky është që atë veshje që ne ta sjellim sa më afër originalit. Jo të bëjmë një veshje, themi bëm Gjirokastrës dhe sollëm kaq. A ka pasur interes nga shqiptarët që jetojnë jashtë vendit për këto punime tradicionale dhe kryesisht nga cilat shtete? Interesi më i madh është nga emigrantët. Ndoshta ata kanë ikur, kanë atë mallin dhe nostalgjin për vendin, për traditat, për kulturën. U mungon Shqipëria me pak fjalë dhe përpiqen që kur ikin andej të marrin diçka me vete. Po ka emigrant në Gjermani që ka interes, nga Anglia ka shumë, madje në Angli dhe po bashkëpunojmë me një zonjë që është stiliste, punon dhe ajo du të ndërtoj ato veshjet e veta për emigrantët atje të formoj një grup, sepse atyre u mungon pjesa jonë dhe bashkëpunoj me njëri tjetrin. Në Itali ka interes dhe Amerika kohët e fundit ka treguar interes. Është pak vështirë kjo pjesa e postës, por asgjë s'është e pamundur. Para 3 javësh kam nisur një fustanell drejt Amerikës nëpërmjet postës, sepse personi që e do e ka parasysh që dhe tarifa postare plus, e kupton, po që sot në këtë kohë ka mënyra shumë për t'i dërguar kudo në çdo vend që t'i jenë. Në Suedi ka pasur interes që të linim veshje, do krijonin emigrantët një muze atje, edhe të linim disa veshje për t'i ekspozuar atje. Po që në përgjithësi emigranti e vlerëson shumë. Kurse turisti e pëlqen shumë kur vjen, do ta dëgjoj historinë e veshjes tradicionale, do të dëgjoj çdo lloj elementi dhe çdo lloj frymëzimi që merr nga veshja, por vetëm kaq, bën dhe 2 foto dhe ikën. Kurse emigranti është edhe koleksionistët, ata që vërtet e njohin, studiuesit e duhur, ata që e njohin veshjen tradicionale, përpiqen dhe të porositin, ose të ndihmojnë me materiale, me fotografi, sepse në ndim vjen shumë fotografia. Në momentin që është dhe djali që i skicon duke qenë që ka bërë shkollën për piktor dhe ka të syrin e duhur për ta risjell, nuk e ka problem dhe në video, po ta shikojmë dhe ne i studiojmë gjitha këto video që kanë qenë të festivalit folklorik të Gjirokastrës, që i pari fare deri te këtë fundit, por më tepër referohemi deri para 78-s, 1978-s, se pastaj filluan nga halli, u deformuan, u futën tek artistike migjeni, mirë po nuk ishte materiali i dur dhe kuptohet u sajuan me u ruajt forma, modeli dhe këto, po materialet nuk ishin më ato cilësore që kanë qenë më përpara. Dhe në fund, çfarë mesazhi do t'u jepni të rinjve për ruajtjen e kësaj tradite? Tani, traditat në përgjithësi, jo vetëm veshja, po traditat shqiptare në përgjithësi janë pasaporta jonë, si të thuash në botë. Por veshja është ajo që kryeson, që mbetet emblema jonë. Veshja tradicionale duhet ta duan, ta veshin edhe ta mësojnë për ta riprodhuar sa më origjinal, sepse kjo teknologjia po e deformon shumë veshjen. Sa do të dali makina inteligjente që të qëndisin aq bukur, gjithmonë ka disa detaje që makina roboti nuk i kap. Nuk ka të ndjeshmërinë e veshjes. Ajo në makinë del sert, del duke u përdorur material kështu, silikon, gjëra që s'kan qenë, se doja ta thoja pak më përpara dhe e harrova. Veshja tradicionale ka pasur materialet pambuk, lesh, mëndafsh, lin. Nuk ka pasur as silikon, plastik, nuk ka pasur aplikacione, por çdo gjë ka qenë e qëndisur, kanë qenë detaje tipologjike si bufi, simbolizonte, ose kanë qenë figura gjeometrike shumë të përhapura. Patjetër, ja do ta shpjegoj dhe atë, kishte zoomorfe dhe floreale. Te zoomorfe futen zogj, shpendët, të gjitha, gjerpërinjt, floreale, trëndafili, luleshegës shumë e përhapur. Figura populli nuk ka ditur të shkruaj, vërtet ka qenë analfabet në të shkruar, por e ka shprehur nëpërmjet artit, nëpërmjet këngës, nëpërmjet qëndismave, të gjitha veshjet, po të futesh, është një temë shumë e gjatë, jo gjysmore, po të duhet më shumë këtu.
Ato të gjitha kanë elementet e vetë, se cili fshat, se cili vend kishte. Do të tregoj një rast. Gjatë kohës që kam mësuar për veshje, njëkohësisht të them që pas etnografikut kam restauruar. Dhe edhe tani për momentin kam një element që po të duash dhe mund ta fotografosh, sepse shumë e veçantë, është e pjesës së Kosovës. Janë tirqet të zonës së Prizrenit, Prizren-Prishtinë, diçka e tillë. Edhe kam restauruar veshje të qytetit të Beratit. Një veshje aq e bukur, mund të ishte gati 200 vjeçare, po t'i referoheshe edhe studimeve, edhe vetë veshjes, sepse ajo flet më shumë edhe se studimet që kanë lënë. Dhe në një pjesë, te pjesa e kurrizit, në një madhësi 16 cm i gjatë dhe maksimumi 10 e gjerë, kishe shumë element. Kishe këmbanën, kishe manastirin, kishe lulen e shegës, lulen e jetës, kishe gjarpërinjt, kryqet. 2 gjarpërinjt tregonin, të paktën mua më lanë të kuptoja që vajza ose nusja që ka pas veshur atë veshje, ka qenë në një familje ose doktor ose farmacist, sepse gjarpërinjt në atë mënyrë tregonin simbolin e shëndetësisë, si të thuash. E kishte kryqin që tregonte besimin ortodoks. E kishte në 2 variante, dhe në forma gjeometrike dhe floreale. Atëre kryqi ishte i formuar me 4 trëndafila, të ndërthurur me njëri tjetrin, me lulen e shegës, që tregonte, simbolizonte bollokun. Te pjesa para, ai model quhej modeli me sahat i Beratit, sepse kishte një lule shumë të madhe, të bukur, në formën e sahatit. Përshëndetje, unë jam Markelian Muka, jam djali i mjeshtës qendristare Burbuqe Muka. Edhe unë bëj pjesën më të thjesht, do thosha unë, ose më të shkurtër të kostumit popullor, dhe është thjesht dizajni në letër i një kostumi popullor. Tani, nëse juve nuk jeni të informuar mirë për kostume popullore, ose qoftë edhe një artizan i mirëfillt i kostume popullore, mund të thuash se sa i rëndësishëm mund të jetë hedhja në letër e një kostumi popullor. Problemi kryesor me riprodhimin e kostumeve popullore është mos respektimi i modelit ose i madhësisë së një kostumi popullor, që vjen nga mungesa e një modeli origjinal ose qoftë edhe një objekti, një kostumi tjetër popullor të vjetër që ti të mund ta replikosh. Shpesh to janë për muzeume, po ti nuk është se ke një farë lishmërie për ta marrë jo njëherë, po për ta kopjuar ose për ta studiuar me imtësi kostumi popullor. Ndaj na vjen një problem i madh që neve duke pasur vetëm foto të kostumit popullor, ne shpesh humbasim pjesë të modelit, kemi leqe që kurrizi na mungon, duke qenë se kemi vetëm fotona para dhe jo fotona pas, na mungon një dokumentim mirë i modelit të një kostumi popullor. Dhe kjo sjell shumë probleme në një riprodhim konstant midis një artizani dhe një artizani tjetër. Mund të shohim që një artizan ka për jelekun e Gjirokastës ka një model, dhe një artizan tjetër për jelekun e Gjirokastës ka një model që është diçka më ndryshe, që nuk është ngjan si ai, po nuk është i njëjti. Unë jam futur rastësisht në këtë proces pune, për shkak se mamaja time një ditë më detyroi, më tha do më bësh këtë se më duhet. Edhe duke u marrë me kostumet një nga një ditë për ditë ose një herë në një javë që më detyrojnë mua, rastësisht filloi shkëndija e parë. Shikon diçka që është atraktive, është e bukur. Thua ti për shkakun ky filani çka ka menduar që ka bërë këtë. U futej në botën. Edhe krijon një ide të mënyrës se si mendonin njerëzit në atë kohë. Ne këtu bëjmë ture
në dyqanin tonë që shpjegojmë shpesh për kostume popullore. Edhe ne themi shpesh, kostumi popullor është një pasaportë e personit që e mban. Dhe nuk e themi për nana si një fjalë të bukur e të madhe. Jo, është vërtet pasaporta e atij personi që e mban. Në kostumin popullor ti mund të tregosh që nga cili fshat je, më saktë nga cila pjesë e Shqipërisë je, na Veriu apo na Jugu, dhe duket që na Qeleshja ose që na Plisi. Në cilë krahin je, cilë fshat je, çfarë besimi ke, siç tha dhe mamaja më përpara që mund të kuptojë për shembull nusja nga vinte, dhe kjo sillte idenë që ti nuk ishe nevojë të komunikoje për të treguar se kush je. Llafet ishin të panevojshme në këtë moment, se vetëm duke e parë personin tjetër, ti mund të shikoje, mund të merri vesh çdo gjë që ishte e nevojshme për atë person. Kjo ka të bëjë edhe me mënyrën se si vishet kostumi popullor. Po le të themi neve se ne pa dashje mund të bëjmë një ndryshim të vogël në kostumin popullor. Në vend të themi që një person është nga Gjirokastra, po themi që është nga një vend këtu afër Gjirokastre, po ai s'ekziston se ka humbur, nuk ekziston se ti thjesht se është një devijim modeli, nuk është se është një model origjinal që ne mund ta marrim si të mirëqenë që nuk është nga Gjirokastra, po është nga Lazarati, se as nga Lazarati nuk duket ose është nga Fushbardha, nuk përputhet. Problemi që na sjell kjo, se do thuash ti, s'është ndonjë problem, masë ndryshoj pak model. Problemi është që siç po shikojmë në modelet tona, ose modelet e para 100 viteve, këto model që ne po bëjmë tani do shikojmë pas 100 vitesh. Dhe neve po e keq dokumentojmë një objekt, dhe ndaj prodhimi një kostumi popullor është një përgjegjësi e madhe për atë që e don historinë. Nëse ti thjesht do të bësh një kostum të kaqe, thonë është drejta jote të bësh të duash. Po që ta quajmë një kostum popullor ka një përgjegjësi shumë të madhe nga mbrapa. Ne mund të restaurojmë tërë kostumet që kemi në botë, kostumet shqiptare. Po nuk e rrisim numrin e kostumeve që ekzistojnë, ose një kostum që neve mund ta studiojmë më vonë. Dhe asgjë nuk jetojmë për jetë, edhe një kostum i restauruar një moment tjetër do dëmtohet. Problemi kryesor, siç u përmend më përpara në riprodhimin ose restaurimin e një objekti popullor, është ruajtja. Është ruajtja e metodës së punimit, jo ruajtja e objektit në vetvete. Ruajtja e metodës së punimit, që nga prerja, që nga qëndisja, që nga qoftë edhe njohja e materialit. Nëse ne themi që ky material është shajak, për shembull, nuk mund të jetë damask ose të jetë një pulhur tjetër, dhe duhet të gjejmë një material sa më të paafërt me shajakun. Nëse ne marrim për bazë një jelek modern dhe shohim që ai është velvet, një material tjetër, dhe ne themi po s'kam velvet, po e bëj diçka tjetër, gradualisht ne lëvizëm edhe nga materiali. Dhe bijem që neve as prerjen se kemi njësoj, as materialin se kemi njësoj, dhe as dizajnin nuk e kemi njësoj. Problemi me modernizimin, edhe me makinën qepse dhe me qëndisjen me dorë, nuk është vetëm qëndisja me dorë, çdo gjë duhet bërë me dorë. Që nga hedhja skicës duhet bërë me dorë, që nga prerja e modelit duhet bërë me dorë, se ka makineri që i pret tani, që nga edhe opingat duhet i bëj dikush me dorë. Që nga gjeneza, fillon çdo gjë me dorë. Çdo gjë duhet jetë me dorë, se ndryshe ti tani do arrish disa probleme objektive, që nga mungesa materialit ose që nga mungesa e syrit të njeriu, që do të ta devijoj gradualisht nga origjinali. Pjesa kryesore që ne bëjmë për turin këtu në dyqanin tonë është që u shpjegojmë njerëzve se si mbahet qeleshja. Dhe një person që e mban mirë qeleshjen e tij prezanton veten e tij mirë. Për shembull, një person i pamartuar do e mbajë qeleshjen në këtë formë, qoftë edhe pak më mbrapa. Dhe kjo tregon, duke treguar flokët këtu përpara, ti tregon që ti je i ri në moshë edhe je single, i lirë për një marrëdhënie. Kur martohesh, pasaj duhet të mbash qeleshjen në këtë formë.
Nga qafa e pazarit Gjirokastër, për ACTV USA, Armando Rabaj.